Prej kohësh në shumë zona dhe lagje të qytetit të Vlorës ka marrjet një projekt i cili konsiston në rehabilitimin e fasadave të pallateve të vjetër, pallate 3, 4 deri në 5 katësh, të ndërtuar përgjatë sistemit komunist në vend, me projekte të qeverisë shqiptare të financuara nga Fondi i Zhvillimit, janë rehabilituar në total. Në këto projekte, jo vetëm që janë ndryshuar në total fasadat e tyre të jashtme, por godinat në brendësi dhe jashtë tyre kanë pësuar rekonstruksion total, duke ndryshuar nga realiteti i dikurshëm. Por ajo se çfarë vihet re në këto zona që është realizuar ky projekt, është fakti se shihen disa godina, të cilat janë ende në gjendjen e mëparshme. Këto godina, megjithse përfshihen si territor në projektin në fjalë dhe duhet të rehabilitoheshin, tek ato nuk është aplikuar diçka e tillë, duke mbetur në të njëjtën gjendje të rënuar dhe të shkatruar ndër vite. Siç mësohet nga informacionet e siguruara, pengesë për realizimin e këtyre godinave kanë qenë problemet e hershme, të mbetura ndër vite, që këto godina kanë për pronësinë. 2 apo disa persona për godinat në fjalë prej vitesh vazhdojnë proceset gjyqësore duke mos gjetur dakordsi. Këto probleme gjyqësore dhe konflikte pronësie me sa duket janë bërë shkak që ky projekt mos të realizohet e këto. Sipas informacioneve, pa u zgjidhur problemet dhe konfliktet e pronësisë, asnjë institucion nuk mund të ndërhyjë në rehabilitimin e tyre, pasi përbën kjo një vepër të rëndë penale. Për këtë shkak, për shumë kohë, godina do të vazhdojnë në të njëjtin realitet të shkatruar. Jo vetëm kaq, por kjo gjë ndikon edhe në imazhin e zonës, pasi 80% e godinave janë rehabilituar duke marrë një tjetër pamje, ndërsa një pjesë fare e vogël e tyre vazhdojnë në rënim, duke mos ofruar as pak një imazh dinjitoz për zonat të cilat për shkak të këtyre projekteve janë kthyer ndër më të populluarat në qytet.